një lopë e mirë sillet deri në 3.200-300 euro. Nër 3.000 lopë për mashallah me prutë shtëpia na që thojmë nuk ka. S'ka. Ja, të në një 6 vjeta, 3 muaj, 4 muaj, 800-1.000 euro. Kom shitë 1.250 euro veç, 4 muaj u konë. Sa, për shembull, nëse du me ta vlerë që ty nuk më shat. Çike lopë nër 2.5 nuk del. Nër 2.500 euro. Jo. Jo, la s'del për ori. Kam dashni, pos na lbin kurtin, edhe në përgjithsin në fshat. Jo, a? Nusja ma qef ko me nejt qytë se me shku në qytet. Me gjon këki tim sa dush. Po ma mire ki mu merë me gjon qytë, me leptu aje shef në bartone në shpetone, pse me mu më grahë mu dikush të konë mi grahën e vetë veti. Shumë vena grati kanë qitë familjet në shërë. Ta shysneja keni lanë këtë barën grave, edhe janë lodhë nështë pak gratë. Po ish gruja jeme për shembull nuk punon si kurone, në traktor dhe i porzit. Pse po të pëlqejnë ty lëpë, se i donë lëpë? Me qiton me flet, e qiton viqa flet. Vicën e zi u morë me ta bëj. Ani? Anja ma shet? Po. Krejt lëpë ta mi shet? Ju. Ju, e pse ju? Qate. Hej, traktorin e vëzitjo e punoj me një traktor që i ka 60 vjet. Po. 57 vjet i ka traktori jem që e punoj sot. Miqtemi dashur, përshëndetje prej me Lauretës. Na sot e renin e kemi në Rashan të qytetit të Mitrovicës, kemi arë me taku një banor të këtij fshati, i cili quhet Hysni Shartari. Ai ka me na fol pak më shumë për punën e tij që merret kryesisht me bujqësi dhe blegtori, edhe për jetesën këtu në këtë fshat edhe me problemet të cilat përballet ai në fshatin Rashan të komunës së Mitrovicës. Hajde ne shkojmë edhe ta takojmë Hysniun. Hysni, si je? A e mirë? Mirë, faleminderit. Qësh je, qësh po kalon? Mirë, faleminderit. Me shëndet? Faleminderit, mirë. Qësh po jetë? Po kalojmë qështu djallak, mirë, në kufart kesh, mirë, po bravat me qështu. Ti qësh je, a mu i dul të avlata, si jeni? Vallaj, ka pak qështu me puna dhe na. Faleminderit shumë që keni ardhë, keni pas kohë me ardhë, mirë shumë keni ba që keni ardhë, po i kem do biseda, namin të mushëm, sa do që mundëm pak, mja u tregua do mungesa që i kem tonat, e do ankesa. I kem namin na mungujnë do sene. Kryesisht me cilat probleme përballet fshati Rashani komunës së? Përballet me shumë sfida vallaj. I kem do mungesa për ujë, për transport, kem shumë mungesa, po inshallah do zoti e faton peci fiton edhe pak na ngjallet pak komune e Mitrovicës, se me të vërtet jena pak varfën për shumë sene. Po thu që jeni lanë mazdore prej jena pushtetit lanë mazdore, lokal, ashtu, po. S'na ka një muaj qaq do kryetar ma heret, po tash po presëm mos do zoti edhe faton peci po na vjen, edhe na animon pak se jena pak munges shumë sene. E pse po menon që ju kalon pak mazdore? Nashta që jeni një fshat i vogël me shumë pak banor, sa banor kryesisht janë? Nuk, ka pas ma shumë, po tash janë dykon rreth 70 mos shtëpi janë metë, po që ta që ti jem, duhet më mënue me punue, ku do që ti jem. E vërtet, po. Amo pak na kanë lënë mazdore, Ju kanë lënë mazdore, thatë që nuk keni, do me thonë, keni munges të ujit. Të ujt, kryesorja është ujt, kem munges transport, nuk kem. Transport publik nuk kem? Publik, po. Se gjithkush e kem, ka një dramp që thujnë na ka një kërë, munges, aj që s'ka kërë, aj du të munis në kom, munges transporti shumë na mungan. Ka në zonësa që shkujnë poshtë në shkollë, në kom nisen, të marrë dikush mire zanë, mos e marrë me në kërë, i do të me shku në kom. Pse kështu për shembull del në gjimnaz një fëmijë, çush ja bëni jo me Shumë e kanë problem, ka fëmijë, po të thamë herë që ka fëmijë me tërsten, me këtë shalën e bajgurës, me këtë që ashtu enën në kom, niset për me mri mësimin, po nuk ka, nuk më në mrinë. Barbakinë nuk më në mrinë, nëse se merë në i kërë në kom, kërë niset. E që shtu që në kom, shkujnë... Në kom i duhet më nisaj, duhet me shku në shkollë, me mri kuhën e shkollës. Po
Tani te marrë dikush me kerë, se dikush s'ka kerë, njerëz ka familje që s'ka kerë heq, se s'ka kush i gra, ka... E vërtet, nuk është janë për punë, Po, edhe në për punë, njerëz mundet më bazu. Ka bo vakim, ka thirë mua dikush, qama që të thmi në shkollë sot, të katunit teme dhe... I dohet, a i me shku në shkollë, po mirë, kena munges shumë valaj në fshatë, i kena do mungesa nomin. Po, për zotin po. Së mos shmi që po e fletë edhe punën e transportit. Që është një problem këgja i madhë për shkak se nxënësat nuk pas kanë qysh me shku as Jo, në shkollë, edhe... Nështë ta këtu shkojnë, po në gjimnaze... Po, në gjimnaze, në shkollat. Ku do të me shku në Mitrovic? Mitrovic shkojnë. Mitrovic, po. Na shala kajtuje me Mitrovicin. E ti po do me thonë që për shembull ka dhe nxënësat që në kom shkojnë, prej Rashonit, prej Tërstenës, në Mitrovic, në gjimnazë në kom shkojnë. Po i duhet shkuqja gazetare, me qka shkan ai nëse se ka drampen e transportin? E vërtet, po. I duhet me shku në shkollë, për mos me hup nesra shkollën e me pas diçka për veti, për jetë vetë, po qa me bo? Qa me bo? Kem qasi qashtu, jena tret pak, jena mitë mazdore me shumë sene, na nuk jem as mjek këtu na bollont, nuk jem as, të thash nëse transporti u fal, po shumë na mungojnë neve do sene, me të vërtet na mungojnë shumë do sene, po qa me bo? Njerëz janë dalë, nuk e di ku shkuna, pse po dalin poshta. Hys ti më the që është paku shumë katuni, edhe nuk e di the ku po shkojnë njerëzit. Po, e vërtet, janë u paku katuni, por shkaqet në të lashëve probleme që i kena në fshat. Cilat janë kryesisht, a mund është me na i listu? Po, është mungesa e ujtë, pika e parë. është mungesa e transportit. E puna e ujtë është thatësin. është mungesë e ujtë, s'kije qaret i pa shkue në qytet, pa daj për elshu fshatin. Pse? S'ki uj? S'ki uj, s'ki kur gjë, se s'ki uj, s'ki kur gjë. Të kuptuam. Do me thonë, e kanë shu shumë katunin. Po. Për çfarë arsye? Për arsye s'kije transport. S'kije transport. Qysh kanë një fëmijë sot në Mitrovic, në gjimnaz, në shkollë. Kur s'ka transport, niset në kom, s'mën më rrinë, bja shi a e hanë qatë rrugës. Ka bova ki, në këtë rast, më kanë thirrë dikush të katunit, më kanë qama që të thmi sot. Se jam punë? Po jam punë, s'po më bëjë kjerë jam, diçka dhe më ka dosh me më detyru me quë, është pa tjetër që du të me quë. Po si jeni për njëni tjetër? Po gjithsesi qyshja, edhe dalim të transporti, si se kje transportin, ku gjumëre, jena munges shumë senëv, se ke mjekun, një injekcion, diçka thmija mu të paqef një temperaturë, s'ki qore dhe apet, kur të thjesht, këta që kanë shu fshatin, s'ki qore për elshuë, s'kan pas qore për elshuë, se munges mjeku, munges ujt, munges rruga, munges shumë senëv, edhe shuë kanë shuë, jenë pakue për këtë arsye. Jenë ikë për katuni, jenë shkue në qytete, në mush qytetet sëd, edhe tash 3 orë banë me shku në Prishtinë. Pej Mitrovice 3 orë banë me shkue qa që ka nga rkes qyteti. Koluna. Koluna, po, koluna, të kuptohem. Edhe që kjo mungesa e katunëv që është dhej sëd, edhe jenë dalë qyteti. Jenë detyru me dalë në qytet. Edhe mungesa e ujtë, mungesa e mjekut, mungesa e shkollës, e transportit, jenë detyru njerëz me dalë për katuni. Edhe që kjo është tash nga rkesa në qytet, e hajshko tash në qytet mushit me kaluë pe kalablokut e pe zhurnës. Po që kjo është shteti kur për krah komuna e shteti. Se sot e kanë shu katunet për qëtu arsye njerës. Po me kanë konë me për katune do investime ma heret në shalë bajgurës. Po për blegtoria edhe blegtoria mohet, po edhe bujësia ka gja shumë mohet. Kem ujtë, po thacina e ujtë, mungesa e ujtë o fjalla, këtu jenë detyru njerëz me dalë. Shkollë, ja, ujë, ja, rrugë e keqe, edhe jenë detyru njerëz me dalë, lanë fshatat jenë barkëthis, tash të shumë. është edhe mshme, po shkolla e Rashonit, sa nxënësa i ka? Shkolla e Rashonit jenë zatet, 22-23 nxënësa jenë që atë. Do më thë kejtë shkolla i ka 22 nxënësa? Po,
Jena dikon 5-16 shtëpi, jena paku, jenë 30 njerëz, jenë dalë, thash, jenë dalë pe katuni, për arsye që munges shumë seneve dhe hajt, na kanë lënë pak masdore, Komuna e Mitrovicës na ka lënë masdore që prej mas luftës, pak s'na ka përkra qaq, po të këshyrum tarmen. Po jena në kuë, po e kur heq. Rrugët ishe që tash, rrugët veç lëq, kur bja shi s'ka dalën. Bile që të nërmu e poshtë, jënë do sa ka që e mshel, krejt pe thera, pe loqe, pe gropa, nuk mund del veç pos me traktor. Hysne, me qa merë është të në fshatin Rashanti? O, pasha zotin, na merë me gjithë me tana munohëm, edhe se na mungan ujtë që të thash ma heret, se për një bashkë merëm me kapak edhe me bashkë, po kër për e ka për thacina tani po do të po shkojmë pashtë ma në fund. Po me bonare, na i kem ujtë me bonare, edhe me ujë, me matura kështu e kem. Po kër po vje thacina e madhe, tani po na jesin krejt, ujë s'po ka, po jesin po shkojmë pashtë. Ti mirë është dhe më thonë me bujqësi blektori? Po, unë e mirëna me bujqësi, me pjesë blektorisë? Maj lëp. Okej, sa lëp i ki? Ja një maceu pa që të frimë. Lëp e vjeta, po mirë. A një vëllë mirë, a i shet një produktet e qumshtit, a i shet një lëp, I shesëm bilmetin, a thujmë bilmetin, gjathë e moz e shesëm, që tash në mitru, që një 2-3 vjetë pak që mimi u ngrit, se dhe vonë u konë shumë lekshtë. Po që tash është mirë, po shkan 4-5 euro, po shkan gjasi, edhe mazë që ashtë të thuje 3-4 euro, e mirë, po një pak mirë e mon me bilmet. Apo ka, do me thonë, apo ka perspektivë më majtë me tonë dhe që 4-5 euro? Po ka, se i qënë 5-6 kila gjatë, 20-30 kila mazë, po i merë një pak mirë e merë, 2 herë në mujë që ashtë të qëtë. 5-600. 5-600 euro? Po, 5-600. Po, 660 euro këmë rri, unë e vetë. Në mujë, po, në mujë orë. Shumë mirë. E kush kujdes, është ti kujdes? Kujdes në unë, po, unë me grue dhe fëmija ka pak. Po, mirë, nuk o farkis. Edhe fëmija do më thosë pritojnë? Jo, nuk pritojnë asi tru. Se bile kanë marak në tu. Se që në saba vinë këtu i këqyrin, ta një dhone që ashtu vinë bashkë me grue, po, i këqyrom i miljo me punë të katunit të lifare me tu. E ti si blektor, për shamën të pisa e lëbëve, me qëfar vështirësish përballësh mas shumë të? Nuk kemi qaq vështirësi, se... Jo, veç për pjesën e ujë, dhe më thonë, normal, e keni pak ma problem. Për ujë, po... Nuk kem edhe qaq shumë për ujë, gjohë me pjellom, dyqysh na me bonarat je poshtë që i kem na, bonarat pjellom gjohë ujë, kur po është a i zhegu i malë, na i lëshujmë verës jashtë, që thujmë në fush, largë. Kër i rrëk testit vinë, i dhom ujë të shpilja dalin apet. Po, vjetat i shesëm, balëm i dare që ishë po mundë. E sa po bën një lopë, për shamë, sa është shmimi një lopë? Po një lopë e mirë, silët, dhe në 3.200-300 euro. 3.200 euro? Po, e mirë një lopë e tomlit e mirë, që është e reja, e ka viqin, e ka toml si mirë, që thujmë na, po, dhe në 3.000, nërë 3.000 lopë, për mashallah me prutë shpija na që thujmë nuk ka. Ska, ja. E vjetat për shamë, të kasë? Vjetat, shitën në shes vjetat, 3 mujsh, 4 mujsh, 800.000 euro. 1.000 euro, dhe më thonë një veç, 3-4 Po, këmë shitë 1.250 euro veç, bile kje ka ndodhë vjetë, 4 mujsh u konë, po shkojnë vjetat e mishit shkojnë. E hysa është e mjaftushme që këtë që me më për shamë, a qësh po do këtë? Besojmë që po, se tash që me boj, kurs me këtë që thujnë, me 2 që thujnë, po që me boj, bolësht, një veç 3 mujsh me shi 800.000 euro, kur të thejesh, tani po t'ja tomli. Me vërtet, po, për që ta thash, e kalën, po, nuk o keqë, që mundu mi po, mundu mi po. Okej, që ki edhe ahrin e lëbëve. Po. Okej. Kujdesë. Këtu e pas ke edhe një lopë. E lash këto të shpija pak ma heret, për shka që se na thujmë, po lip keme majtë, na thujmë na katonartë. E më duhet me thirë mjekun, na i mojna me mjek. Po se po dalin vjetat ma të rast me pejmishi dalin. Për ata të thashëm po shka një veç 3-4 mujsh 1.200-300 euro. Edhe shkan, edhe gjithmonë
Se vjetat, qërë ku janë atje në fund, janë vjetat e mirë, dalin vjetat e mirë. Po i mojna me mjek. Sa po bën që ke lup? Sa, për shembull, nëse du me ta vleçet lup, po po më shat. Po që ke lup, po edhe unë nuk jam për mishit sot, po që ke lup sot, Një po qapore ta vle. po, që ke lup nër 2,5 nuk del. Të pakten minimum, po thëmë. Nër 2.500 Ju, euro. ju. Del. Jo la s'del për ahri. 2.500 euro ti, do më Se kjo sot për sot ka veç tomel, do më honë është pa veç, Po? me qenë se viqin e ka që atje e kom do, i ka bo, do muj po mirë, e kam nërmen, tash me mojtë dhe kjo vazhdo në pet, jetën e vetë, që thujmë na. Do të më thos sa vjeta i paske? E i kom nal një dë që të për mi mojtë, thuje, se A i shet ashtë i këta në fund vita? ju, këta e kam njët mi mojtë për veti, që të rujzuti, qashtu. Këta i mojnë që shtët, bohen lëpë sa hura, së 3 vjetë është lëpë. Edhe qashtu shkujnë këtu sene. E sa Jeta. e nëse tu me t'i bleq 7 sa po mi shet? Ja, nuk po flasëm se s'ti shes. S'mi shet, a? Po mos flasëm për den, Po mos një po flasëm qapore të abdejune. për shpa pet. Në 1.000 eurës ma jep. Jo, jo ty i beja. Këto bohen për marak. E sa mu i shken faltat, 2-3 muj? Po, që ato dikon. Okej. Sa që i kom da, i kom lonë qëtu se këta, mos i si kam i shit, po, mos i si kam i shit këta, edhe se janë pak matë, edhe nuk janë fartmesh, po sugojle, se si dohen për i tomë një vjetat, bin pak. Po. Se nërojnë hen, e vazhdojnë me tagjije me këto ishyme me tjetër sen, pak nalet, jo nalet pak a i mishi edhe rrita që thujmë na, po këta vazhdojnë apet pak ma vonë tani. është këta shkuha që E jë hysë nalë. atë pëlqen ty. Ball. Se normal Ball. pak edhe pa i dosh, nuk më nësh edhe bashkë mi mo. Ball, kam dashni, pos në albin kurtin, edhe Edhe luft, edhe a? në përgjithsin në fshat. Ja i duhe në fshatin e du, shumë katunin e duhe. Ti do më do përveç Albin Kurtit pëlqen, edhe katunin. Për katunën e, zatë janë me dashtë, isha dalë sikur këta tjetë që jenë dalë, sa banur u konë, s'po flasë katuni, sa banurin e ka pas kejtë jenë dalë, shumica jenë dalë. Shumica jenë met pak tash jenë met, po edhe isha dalë one, po i duhe shumë fshatin, edhe mos je duhe, du me vazhdu që të jetën. Bashkë unë me gru edhe me stasmi që i kam. Nejshin. Po nusja, ka problem kështu? Heq, Jo, a? nusja ma qef ko me nejtë qytë se me shku në qytet. Do më thuj pëlqen edhe nusën, Shumë. se ka i pëlqy pak edhe grusë. Po de? Po dhe jo, po s'kish bon heq pa që si pilqen asojna. Kësni, aja ke po hojrin bujqësis, edhe blektori. Po, ja, kum po edhe mundet m'ja po çdo kush. Po unë pak ja kom nis pak si me Ma vënë. po, ma vonë edhe s'kum pas shumë tarna, dhe nuk kum pas një rrugë, se veç një rrugë pak me kam pas në konër social shumë. Këtë kohën suje vitet e mia që e jeta jame. Po, me kam pas veç një pak që ta animon, mujor, me gjon kifit tim sa dush. Me gjon kifit tim sa dush. Unë për veti, po që ditna me këta shqiptar, ku po bojnë tërë veç hygjime në sheher, në arkesë, me një banesa, e për në Kalablak. Unë me kam pas pak për krahje për shtallë të lëve. Qërë që kom hidis? Me drasa, çdo 3-4 vjetë ka i tërë të e shtuhe. Vetë, mundësisht, po dhe Si vetë. pas mundësive Po, tua. se mu shtu në gjonja, tash thash po me rrit në umin e gjome, më do të kemi rrit edhe ahrin. Se kesh në komunë, ja thanë mi pas një 10.000 euro me hidis, njëherë ti tani ti dhonë paret. 10.000 Po mi euro. gjithë 10.000 10.000 euro euro. të ndrejqi Po, vetë. po tani qatë ditë vallaj e morë ja kom nis. I kom shti që dyrek edhe ja kom nis qyshe peshesa. Po, fitim ka fitim qysh s'ka. Fitim, ja ke po hojrin. Po, qëre mi pas 10 lep, se une për shembull. 10 lep, çdo familje që ti ka 10 lep, 10 vjeta, ti minimumi në 8.000 euro siesin. 10 vjeta në 8.000 euro siesin minimumi. Plus kur kje gjasin e mazën tjetë, në ato bilmeti që thujmë na, edhe normal që ki fitim, se 8.000 euro në veti, pak familje ka veç që shofsh. Do më thot 8.000 euro në viti i nëzirët, po Po, qa. po, gjesin për vjetau.
Pe vjeta ato po, pe vjeta po këtë një kije që të pare, kur bilmeti tani edhe një ka 5-600 euro, edhe ma shumë herë ma pak tjetë në mujtë, po, edhe... Jetë mirë ka gjapo. Po, To ka kipe, shumë këto livadh, shumë i madh. të kena, jenë dalë vllaznia për ma herët që thash për do arsye shumë këto të mungesa që jenë konë do sene munges uje, transport, jenë dalë pak pe katunëve, jenë shku në për qytete, kem tokë, ka gja shumë, dykon rreth 5 hektar janë pënu me livall, po flasë që ashtë, që e pënoj, thuje, po sa ma shumë e pas, ma mirë është, po qa me bo? Licodit batën nuk po dojnë njerës më mirë shumë. Po pritojnë, nuk po dojnë, po pritojnë më mirë me bujqësi, po me blektari. Po, është interesant, se di, që kjo është, nuk e di pëse veç po tërre me dalë, gjithsesi me dalë. Edhe po pritojnë më mirë, po ma mirë e ki më mirë me gjanë që të, me leptu aje shef në bartone, në shpetone, kur dush, në 8 saati dalë të lëpt, pepi kafën s'dalë, në 8 dalë të lëpt, 1 orë e gjysë në sabaj i krym, me gru e bashk, lëpt i milë me ratojmë, edhe dit me dit je i lirë. Dit me dit je i lirë, ka dush, shka tani, ka dush, në mramje kije që ashtë 1 orë, pak ma pak kije punë në mramje. E pse po menojnë që ka shumë polak muj njerës me dalë mërge, me dalë me lëshu katunin, qa i kishe thonë një njësë që veç këshyrë mu largu? Jo veç rinis, po nështë edhe njerëzve që janë. Po gjdo, po të si molli, si vogli, sot ka do që qka në dhe që të ka me ardhë, në thëjmë që ashtë. Po edhe qka tjetra, ma mirë bre mu bo shef në shpitone, e në punë tone, në tokë tone, e me lëp tua. Unë e shumë arsye e shë vetën që të me jetue, që ku këm këtë të tokë, që peshe, para mas shpijes anena, e pënoj vetë, sa moj. Po, pse me më grahë mu dikush të konë mi grahën e vetë veti, kur duhet dalë të gjonja, 1 orë e gjysë e kryqit punë, në sabah, këthejna mramje 1 orë ma pak, a dimnit, po, dimnit është pak ma ngarkum, se ka pleh na thëjmë me hjek ma shumë, edhe kanë angazhe ma shumë mjë qitë gjonve, 3 henditje, duhet pakten, edhe ujtë, nëjse ujtë e kanë mrena. Unë tash t'je bona një logaritje dhe dilshin rreth 40.000 euro që ki pasuri të lëbëve dvitave bashkë. Kjo pi bjen që i edhe ti ko gjani farë busi një farë shefi. Jo, bre, pa si unë e munën kanë mujtë mu bazë, edhe këta që jenë konë këtë, edhe këtë në për fshatrat që i lëshunë fshatrat, kanë mujtë me konë si unë zdo kështë uje, kanë mujtë me konë, po dojnë mjë gradë dikush, e ko dojnë më të gradë dikush, du me shku që shtë. E po do me thonë që na për këshyrum, na nuk kena qef me konë shefi vetës. Po, ma mirë është. Po për njerëzit hysni që e dojnë bujqësim blektorin, po nështë ta për shkak para gjykime dhe të shumë ta, ose nuk merën në atë vjetë, qa ki për mi thonë? Ka tukë, e dojnë, po thjesht nështë ta se kanë këshyrë shumë e nënçmim fatkeqësisht këtë punën e bujqësisë blektorisë. Qa i kishe thonë aty në që kanë perspektive dhe potencial me zhvillu këtë lloj biznesi? Po unë e kisha thonë mu këthyje në vend vetin se kush, në për fshatra, edhe pak me morë një krah të bujqësisë për i komunave, për i shtetit, në animujnë e mërë zotit, besoj që kanë mëna për kraha neve bujqësive, blektarive, ka pak sa shaljanve, edhe mu merë, unë për veti kom grunë gjdo vjetë mili grunë, unë e buka nuk e di asa është sëtë, a di sa e di unë e sa është mili, na thujmë, buka. Unë e di veç në vetë, e di sa për afresisht kër që shkoj me blej faren, herë edhe blej edhe faren, se gjithë nuk e blej në faren e nali tem, gjdo vetë e mili grunin, unë nuk e di sa kushtoj 100 kila milë sëtë, bile në veti një vlo, pesu e dije, veti sa është 100 kila milë, thash, valloj 45 si vjetë ke fara, po që ato silët, 100 kila milë, 45 euro, po pse unë me blej mëre, s'pe blej milin, se pe mjell vetë, unë e mjell gjdo vjetë, edhe aj tjetëri mundet me mjell, se gjdo, se i cili që e ka, se i cili katunor, pe pas 50 ari tëk nuk e len e ma shumë. E ka mujtë, se i cili ka mujtë 50 ari mi mjell grunë, një edhe 15 ari bashkë, edhe mos më bo mirëtja që në sheherë me nga, me blej pas të ligjane spece, mille, buke, për valoj, mjenë gjynapi buke, me keshë, veç unë e bukën e furës,
bashkë me sa dhëmë socialit, unë i thëmë socialit, me dhëmë socialit nuk hahet, me sa dhëmë që pëngjesin. Po këta janë shëtë ta dhëmë, o nuk, edhe këta farbuke, të lopec. Bile herë, aty këtu, Ramazanu, për marrë ka një dy bukë, i blenë, ka tena qështu, se hajtë dhe një ftarë që për i pike në bukët. Edhe mos me zgatë, i marrë ka një bukë. O, s'hahet. Sahet buka furës? Sahet, pa pike, i thash pëse vlas, për 5-1 Vëllai tha qështu për i dojnë, po i dojnë shqiptarët, veç bukë furë që ato, hajtë në gago. Po pritojnë asenet ma të shpejta, ma të gatshme, po pritojnë grotë me qitë. Qa po menon ti që po pritojnë me bobot? Ne të pritojnë. Ne të pritojnë, gratë pritojnë, është e vërtet, se gratë ati unë e menej që edhe shumë vena gratë i kanë qitë, pak familjet në shërë. Pse po thush të i kanë qitë grotë? Thamë se po sene i kom po. Tash hysnia keni lënë këtë barën grave. Jo, gruja me bobukën, gruja me u kujdes për fëmijët, gruja me këshyr lopën, me këshyr boshën. Se bashkë. Edhe janë lodhë nështë pa grotë. Po është gruja jeme për shembull nuk punon si kurone, në traktor dhe i porzit. Të livrues, të nditen. Po tash edhe atu janë lodhje valla. Janë lodhje edhe të mijat, po dhe gratë du të pak me punue për me pas. Ku këtë dy janë punojnë barabar. Po. Këtë dy janë punojnë barabar. Po që të në Kosovë dhe në Shqipni, edhe janë do shtete që, dalloma shtete që janë, hajtë veç burri. Graj veç burri. Ja, duhet si barabar. Se në ditë sotit janë drejtat e barabar, ta punën burri punën gruja, po thjesht që the i kanë qitë grotë na për shehër, do më thonë. Gratë janë konë ato iniciatorët mi qitë familjet edhe burrat na për shehër. Ti qështu e the? Po qështu e thëmë unë po thëmë edhe nashta dhe ju i kini lodhë pa gratë, të ja qitë kejtë borën e shpis edhe Ani, po menon që ashtu veç. Ja, nashta s'është e vërtet, po do me thonë ti. Ja, Allah, unë i kum po shumë vena që gruja i ka gra. Hajde se ma mirë është në shehër atje. Ja, po. A i ka dollë ma mira? Po, jo si ka dollë ma mirë, jo ma qfarë. Hajde po ullum pak unë e shënë. Edhe për bëjna dhe një. Hajde ullum pak në bari. Shotin Rashan. Po, vallahi, se e duhe këtë ven i lafi sen shumë. E dënë këtë ven? Pasha zoti, më gatët shumë gatë nata kur të bëhet sabah me dalë. Mas po e nëjë që thashtë dhe ma herë dalë të lëpt, si tira të i gjonë krejt, tani jam i lirë gjithë ditën, a shkoj në qytet, a shkoj të një dikush me nejta. A shkën të bime të Albin Kurti? Po, edhe këto, po, pasha zoti, po. Apo do me na full sot për Albin Kurti, na i sana, s'do me na full? Ja, yes. S'dën sot, po flasëm sot heq, se jena orë pak me nejtë qështu, po, mos jena orë veç për fshat, me nejtë edhe me bolaf për fshat, qështu për gjonë, të kalzova, paka shumë. Po, Hysni, apo të pëlqen kjo punë që për bënë, apo të pëlqen ka tunë? Po qyshja, me lëtë qefën e qënë në sabah, në jem të punu e të një këjshiq atë, shkova minimu veç që e pashtë të livru e thash, shkejti një maj, e duhe, ka tunin e duhe me punu e, kam krejt pun t'i punoj në katon. Krejt pun t'i punoj në katon? Krejt, vallahi, krejt. Që, unë krejt pun t'i i pari i kry, me të milla, me dru, me i shëm, ne që shimi është të koha e qërshori që i kryhet për gjonë. Veç këto me tërshin gruja është në heret, të mënë krejt pun t'i kry heret, se së më pritet muë. Që ta harë që tash, që këm pas me rrit, ky ka pas vakt dhe që tash mu përnu, se tash vënja këna njës me shtilat me ena. Po këta e këm pas që s'ka kur që pe komune, ma heret që kesh ja u përmena një shtalla, një granta, diqka, e pas që s'ka kur që me një herë, ja kom njës e kom hidis heret në pranverë. Punë të heret. Ka shumë që ki dashni për këtë profesion edhe për këtë punë edhe për katon, po do me thonë ti nuk e kishe lëshu Rashanin as për Zvicër, as për Jo, kom pas mundësi lej, këtë shtetet me shkua, nashta në këtë, jo veç që të Gjermania, Suedia, që ku i kam vlaznine, isha shku më ti, aji merë me men, muë për zotin më thojnë, nipa kam në Gjermania, kam mas në Suedi vlaznine, hajde bre, hajde po shem vizit qështu që po shkujt, hajde zëma se bo.
Do me thoi Hysni, me nëzisprat më qunë më ngjas edhe me u kujdes për lopët. Po, si one gruja, fëmija, me nëzispresë mu si bëhet sabah, dalim të lëpë të bujësia të tana. Fëmija, do me thoi Elis. më bëjnë përshtypje edhe fëmija tu, kjo është djali ëta? Po, djali jam. Edhe sa vjeç është? 4-5 vjeç të sillë dikun, 4,5 si ka bo halo. Elis, kalzej kësoj qikës, bab, kalzej djali jam, që po dhët? Se një kami. Nalë të shka me orë doda. Kalzej. Elis, Të më plët. pse po të pëlqejnë ty lopë, se i don lopë? Se për, sa ma vinë qëtët. Me qitu më plët. E qitu më që plët. Që të viqa lopë ta edhe? E qitu të më lull. E punë pore. Bojna pore. E ty apo të vlim Bobi sene, kur pëshet një qumshtin e këtu? Po. Po, e qa po të vlim Bobi? E djath pëjset momi. Edhe djath po qatë momi, a? Piqet sajrë vëgëll. E unë ju mor me ta bli njën e lupë. Vicin e zi ju mor me ta bli. Ani. Anja ma shet? Po. Krejt lopë ta mi shet? Ju. Ju, e pse ju? Qatë. Qa i liku qatë. Njën e lupë ma shet, a? Po. Cilë? Qa i vici qatë. Qatë e pës. E shet ato, që veqit vet, ha? E pse po ma shet ka njën, këtu tjera të s'po dënë me mi shit? Nuk, që një është e bordë ato, aja pe vret ato, këto. Këshyre mëre politikoni. Do me thonë lupën ma qëtirë, do me ma shit mu. Për ata e ko, për ata e Po ko. e din mërë kjo ka Po që se e din aja e shtyn me hun, ka pak i tutët, asona i drone, për ata e ko. Që ato do me hek qofe me ma shit mu. Qaku. Ta o zame më jënë ty sa. Qa është të gjallë jam? Po më vjen shumë mirë që ka që i vogël, do me thonë ka që i vogël i runë lopët, kujdeset për to. Po ti që shnihesh si prej? Mirë, normal Kur e që mirë. shes edhe fëmija? Prindi si të shes fëmin që po angazhohet dikon, që po angazhohet në diçka, e po mënohet dikon më kop, po. Të pëlqen edhe është njësimi. Prindi normal që prindi është krenar kër e shes, pa marrë pasy që mënohet dikon më kop fëmija. E vërtet edhe normal. Shehaj u shku minon levuja që poshtë për shembull. Po ai fëmija, sa fëmijë jeti, krej do me thonë kujdesen I kam. edhe të ndimoj. Po. Shumë mirë. Se Do me vetë thonë kesh vim për të shkolle punue. edhe të Po. ta ngjesin dorë. Po, me ty njerë, një farë formë. me njerë, po. Hysni, qa kime na thonë ti, neve, për fa? Unë kam, kena marrë pak kohë. jo, falimderit për josh, Po. që keni pas kohë, keni gjetë kohë me ardhë, sa do pak më na vizitu se bashkë, s'po vjen kërkosh qaqë, më na vizitu e i na met pak me dosenet, më rapa metne, thash edhe ma herët për çka, për shumë arsye mungesa të fshatit, po juve ju respektoj, falimderit shumë për josh që ketë, sa do pak na vizitut. Unë e kësha thonë çdo kush në të thejt në për venat vetë, sa do pak, punën pak, merret me senet veta e mos shkojnë mu bo blok në për qytet. Mos shkojnë, do me thonë mu blokuna për qytet. Po në për qytete, unë thashtë ma heret, sa me pas me shkue prej Mitrovicës në Voshtre, apo prej Mitrovicën në Prishtinë, 2-3 orë do të kolon, me konë zhek, pije kesh ndilë, me konë shi, nërth, edhe e ki kolona. Pse me ngarku e qytetin atë shumë të pas, unë katuni të keqe s'ka me katun me natyrë, s'ka. Njerëz lypin, këtë dy janë lypin natyrë, na shkojnë a blokohem në katunartë, shqiptartë, shkojnë në qytete, blokohen banesa. është më çudit. Ti do me thonë kur si shë shku me? Vallaj, jo as nërmen se kam, edhe unë po thamë për veti, leje që se kam menen, po më ma falë një banes komplet, se nuk shkoj me banu në banes që heq, po as një shtëpi private që kam temen dykun atë që kam referi. Ja. Unë që shtë kam marrë hapësin qëre, shijet Obiliqi, Prishtina, gati atje Bajgora që thujmë na, që rafshin krejt, dejt e rafshin Dugazhinit atje daluat. Qëre, ato kodra janë larkë atje, i kije, kënina i kije kodrat e Malit Zi, kënina i kije Qiqavicën, shik sa kilometra sheh pe këtuj, pe prezores teme, ku flej, une, ku ri, Obiliqi doket. Qka pa duene ma shumë? Pamje, syni dënë dritë, pamje.
shkojnë në banesa. Shpirti do natyrë. Po, natyrë, thjesht. Edhe mu po m'pëlqen për mua është hera parë që po vinë këtë fshat, edhe po m'pëlqen jashtëzakonisht shumë natyra dhe krejt. Po, është një fshat. Përkundër që mungojnë shumë gjana nështë esenciale. Mungojnë këtu mungesat, këtu mungesat i kemi pe njerëzve. Pe njerëzve, komunës, pe qeveritarëve, që shtu i kena mungesat. A natyra është e mirë. Natyra është pe Zoti, është e mirë, është malor. Vend malor, bukuri të papërshkrueshme. Qysh pesh e vet, po. Që t'ndlojnë pa frym. Po. Edhe shkurt e shqip, s'do me lëshu venin, Valla ja. thjesht po kërkon prej pushteteve, Po, prej pushteteve. që tashti janë edhe zgjedhje, domethënë. Po kërkon që me pas parasysh rashonin. Rashonin dhe keq shalën. Jena munges do farsene këtu nomin, të thash ma heret ujt, që s'po bën pa të heq. Jena munges transporti, jena munges mjeku, munges edhe që besë edhe shkolla du pak halon mi qelë syt. Edhe që ky fëmija jem, shembull, që të thash, i ka 5 vjetë, vallaj shumë i aftur në shumë sene, s'ka parashkollor. Do me thonë, është 5 vjeçar, do të me qenë parashkollor edhe do të me kom, u kom për shkak mungesës nxënësave. Mungesa e nxënësave, po mungesa edhe e mësejse, u kom parashkollora, po e ne mshelen. E mshelen për shkak se nuk ka shumë nxënësa edhe mësues. Po çka ka derë so nxënësa i ka mësuesi. Mësuesi do të me konë detyrë, sa nxënësa i shkojnë, me çata mu merren, me çata mu mësue. A më është pak edhe fatkeqësi që po braktisëm fshatrat me të mëdha. Po çaja de. Se për shembull gjithë ky fshat, gjithë ky katund ka mbet me 13 shtëpia, po. Po ka mbet me 2-13 shtëpia, 5-16 shtëpi. Me 20 nxënësa shkolla. Me 20 nxënësa sa shkolla ka mbet, për shkak që s'jen konë mungesë vjen do sene që të thash ma heret. Po qa do që t'jen, mësuesit me konë në rarë. E vërtet, po. Edhe me përkrahjet komunale, do të një muë, mi aque atë transportin, mësuesit me konë, mësejsit tonë vinë, di qysh, ne kemi një komunë, sikur me punue sot për nesra. Hajtë, a di qysh, më falë se është gjëna me honë, sikur ma gjëpë, që i na bo sikur ata ma... Se këto sa në raciste s'po këm qef me thonë. Po është, thash, është gjëna, po ata kanë menu një kohë ma mëti, veç a kanë bukë për nesra. Edhe komuna jonë, deri me sot, veç kanë punue sot për nesra. Kur gjuma shumë për mas nesis kanë menue këta, veç a kanë me hongër sot po, hajtë. Pse komuna jonë nuk quhet, mjam të pakten, hajde për njerëz qytetarë, hajde lejmë, s'padan. Po, arsimtarë tonë enën me drampat veta. 10 arsimtarë vinë herë me një kere 2. Me një kere, 2 kere vinë një, besën 5-6 vetë hypin, arsimtarët hypin, me një kere vinë në punë. Pse një qaj kështë një minibus, mjau bo në sejsiv tonë. Se leje, ajo dashtë arsimit gjithë mi bon transport, po u dasht edhe atë mësusën e këti nxënësit këto që peshihet, 5 vjeç edhe ka halat tjerë nxënësa, ne mshelen si erdhen 3-4 nxënësa shkolla parashkollor, o fjala, parashkollor, që shkojnë, e mshelen, si erdhen 2-3 nxënësa e mshelen, pse mshelen? Me nalë qatë mësës, me hjek pe natyre, pe detyre, që me thonë, edhe, qysh, pse ashtë po? Do me të janë gjona që të cilat shumë që po i flisni edhe po i jep një za, për shkak se... Kërkesa janë gjona me cilat përbollen kërkesa jeme është, edhe krejt shalës, bajgurës, edhe krejt shalës, komuna pak mëna këqyrë, mëna onë do përkraje. Po dojna transport, po dojna uj, po dojna dosene, mjekun, mësusin, ma të sigurë, se mësojsit tybe nuk janë këqi, mësojsit mësojnë. Nxënësat mënohen, po me takatit në atit se s'kan transport, dhe këta janë në zërë. Pse? Për fund, Hysni, a ki edhe një mesazh të fundit, krejtësisht për fund me përmbyll këtë intervistë edhe bashkëbisedë? Mesazhi është
unë e zërë që e duhe katunin e mënohna mi pru ata që im kanë dalë, bilet pakten që ata që im kanë dalë pe katunë o mi kësim katunë. Faqë për ndërprej, a menën që kemi pru në e herë? A menën që ata që kthehen, që largohen, kthehen prapë? Nuk kthehen me shtë kushte, nuk kthehen, pritojnë, e vërtet. Pra, menej nëse komuna, nesra i qelë sytë e investon në për fshatrat Shalës Bajgurës, se jena met me shumë sene keq e mongo, po, munen mu këthyje. Shehe vlavë jam, për shambull, janë nëse në smija i hinën punë, jo dëft, shere smija s'mishin muhen, s'keshin me qka muhen. Edhe me u shpërngull në qytet? Po, dulen në qytet, për kësisht jenë dalë. Për kësisht, mushin me boti, qka mirë zë, mos mushin, i dohet apet në orë qëtë. Edhe ka shumë kësi, jo smija në shkollë, jo smija në shkollë, jo puna, edhe jenë braktis njerës jenë dalë poshtë në për qytete. Unë kësha thonë komuna pak mu merë me njerës të fshatrau. Edhe me fshatrat në përgjithësi për shkak se ka njerës që mujnë me zhvillu biznese, bëne një komision, unë i bëj apel komunau, bëne një komision për çdo komunë, ka një edhe qitin e për komisionit shka të hysi, këshër qaj ka punë, qa pi mungan, ujt, traktori, qatë do që ti mungan, afraja, po do menaj që të po, afraja qatë do që i mungan. Po këtu të na nuk je, vetë për zgjedhje pak na vizitojnë edhe mo papa e kemë. Për 4 vjetë mo... Shpesej që fjallët e tua kanë me shku në veshin e dur edhe kanë me reagu normal edhe institucionet se të ke fundit cila do parti tjetë më pushtet, do të me punu për njerëzit e saj, se na po i votojna. Po dhe me sot pak kam punue. Shpesej shumë që vjen një dit edhe një ko. Ishallah se vallaj dhe me sot pak kam punue, që 25 vjetë, po a ka da zhjede në vinë që në kanë rajtë, hajde që para 4-5 vjetë e kënë që ta për dëkës mes me zgatë, kënë që të hajde u angazhum, bjellon votën, ja banë në votat. 4 vjetë, sash mund është me po ullët që shenë me lësi. Në lësi jena, asë, kur gjës në animun, heq, vesh, hajtë fjallë, diçka dhe, kur gjë. Hysni, mu më vjen shumë mirë që ka njerëz si ti që kanë vendosur me punu edhe me kontribu në venin e vetë, kryesisht në fshatin tënd, edhe nuk e vendosur me braktis, po përkundër kushteve dhe mungesës të kushteve shumë trona, ti ke vendosur me qëndru këtu, mu më vjen shumë mirë, turoj shumë suksese, po shpresoj fjalët e tua kanë me shkut që që thashë edhe më herët në veshin e dur. Faleminderit, inshallah shkojnë, edhe inshallah na përkrahin masodi pak komunat se Leksh na kam përkra dhe me tash që së 25-6 vjetë që u bënën, pak na kam përkra, që shpishe senet vetë, që qërëm jetët e bujqësis, që ata ku morë që, ma pas në rëzu gjonja bile, që ata ku morë vetë 300 euro ma vunë, stash vunë kretë, mjetët e bujqësis lëmë, dhe ishta më të lidhë ato që... Po, dhe ishte me folë pak edhe për mjetët e bujqësis, për shkak që jënë të vjetra. Jënë të vjetra, qashtë e kam edhe traktorin... Hajde, kamera. E kam edhe traktorin, qashtë... Hej, traktorin e vëzitjo e pënoj me një traktor që i ka 60 vjetë. Po. 57 vjetë i ka traktori jem që e pënoj sëtë. Pëlloj, apo do krahtë dhomin, durët, të munu me njavër, bile shumë jenë tronë këta. Mjetët bujqësis s'kesh. Të janë mjetët e bujqësis që zoti Hysni, po ankohet për shkak se janë shumë vjetra dhe nuk mënët me punu, edhe në rast se ka grante ose përkraj edhe prej shtetit, prej komunës, kë mënët me bo shumë këtë në venin e vetë, për shkak se tu ka. Tu ki... Punëtor jam, nuk jam që s'jam i pa punëtor. Po, të pëlqen, po, e duhe katunin, e duhe punën e katunit, po, ka donacione, na që neve që na vynë, besa bëndo që na vojnë e morën vesh, kur i qkepin ato ne edhim. Pse po thu me nepotizë, me të njofë shumë, me krejtë? Po qaja pi bjen, qashtu pi bjen edhe qashtu e kum po dhe me sot. Fatke që shëndona me cilat përbole, mjetë, unë dhe me sot shihve mi mjetët e bujqësis me qka unë e sot pënej. Edhe këto është, më thash, duhet me konë një komision, del këqëre hysin, jo hysin, po atë hysin tjetër, atë mortezën e qa ushin tjetër.
Tilkëqyri njerëz në për fshatra kush çaj duhet. Që thash porzit çaj duhet. Se ka shumë probleme. Me qa mirët hysi me bujësi, a i ka mjetët, këtyria mjetët lëmë, a freja mjetët, ka i punës, e mësë jep atina në banesë, unë e di njerës që kanë morë në për banesa, kanë morë mjetët e minja të bujësisë, edhe kesh përdorime, me një fjallë. Po, mëre, shumë ishë për jep zodhe, ti. Hysni, faleminderit shumë për bisedën e sot me që që thashtë edhe ma herët, për mu ke shumë knatësi. Faleminderit. Me kalu një ditë këto në fshatin Rashan. Sa herë dëni. Edhe po më vjen shumë mirë që i ke angazhu krejt edhe ju pëlqen edhe fëmijëve edhe bashkëshortës edhe krejtve. Po, faleminderit për josh që keni gjetë ku me orë thash prap, po të thamë edhe na keni një orë më na vizitu sa do pak, po mirë faleminderit shumë për jove, se vallaj pak po na vinë më na vizitu, veç a ka da zgjedhë dhe neve na vinë më na vizitue. Shpresoj këto 4 vitet e arshme, kush do që të merë qëtë komunën e Mitrovicës, inshallah pak sa do pak për na përkrah neve, fermerve, bujqësise, pa marë pasysh kush do që t'jeton katon, se jena shumë munges për shumë sene, po të shohëm tarme. Faleminderit edhe për juve shumë. Miqtë mi dashur, terreni i sotëm përmbyllet këtu prej fshatit Rashan të komunës së Mitrovicës, se na shihemi kismet prap, edhe në vazhdim po i la me u knoq me bukuritë të këtij fshati.